Jemi rikthyer në pjesën e tretë të Labirint në tru me një personazh të jashtëzakonshëm. Në fakt, kudo që e ftojnë menaxheri VIP-ave. Mua nuk më pëlqen që të ftoj si menaxheri VIP-ave, po si Gjani që të kam shumë gjan, që jeni djali jashtëzakonshëm. Dhe dua që sot flasim për ty jeta mes artit, muzikës, pasioneve, ëndrave dhe labirintet që nuk I ke thënë askund. Mirë se erdhe në Labirint në tru. Mirë se u gjeta njerë. Mirë se erdhe Xhami. Është ekskluzive sepse kam marrë nga sezoni, kam marrë nga Saranda, duke pas parasysh jam natë për natë në punë, edhe ngarkesë shumë e madhe. Kur më kontaktoi Joy, thash direkt do shkoj. Patjetër sepse kam parë shumë suksese, edhe më kanë pëlqyer shumë gjitha intervistat, gjitha idetë, realizimet, dhe patjetër pse jo mos flas diçka ndryshe në fakt se çka kam folur. Sepse gjithmonë jam bërë shumë copy paste, këto të njëjtat gjëra, si ke filluar karrierën, më thon ky artisti. Po Labirint në tru është krejt tjetër gjë dhe prandaj është podcast shumë I veçantë. Labirint në tru. Kush janë labirintet e trurit të Gjanit të pa zbuluara ende? Po, labirintet e trurit mund të flas për gjërat e mia personale. Labirintet e jetës tënde, thëmë, jetës tënde. Mund të flas ose si individ si jam, që jam shumë emocional. Për shembull, rrugtimi që nga adoleshenca në gjimnaz, në universitet. A ke pasur 3-4 labirinte që ti do thoje që këtë ta kisha bërë ndryshe, këtë ta kisha bërë ndryshe? Me thënë të drejtën, kur kam qenë në gjimnaz dhe në fillore, pasioni im ka qenë atletika, ka qenë sporti, edhe me gjithë qefin më të madh e vazhdoja ëndër në time që mezi prisja të vija në Tiranë, të vazhdoja sportin, të isha me kombëtaren, të garoja të isha ai atleti që e kisha shumë ëndër dhe shumë qef nga familja, pavarësisht se në kampionat evropian kam shkuar, po më pasaj për arsye shumë të mëdha normale ekonomike, unë e lash, nuk e vazhdova sportin atletikës dhe u fokusova te pjesa e bashkëpunimit me menaxhimin e artistëve ose u realizim disa artistëve dhe klubeve. Se kështu ka filluar si ide dhe pastaj më vonë përfundoi që unë jam drejtor artistik në klube. Domthon sporti këtu pavarësisht se kemi shumë talente, po ato të ardhura nuk I ka të mjaftueshme dhe nuk I ka kushtet që ne të titullohemi ose të kapim majat botërore, siç mund I kapin shumë sportistë tjerë në përmot. A ke peng që e ke lënë? Patjetër që po. Edhe shpesh ky është një ndër labirintet që ti e zbulove sot besoj. Patjetër po. Edhe është një peng shumë I madh, domethënë që unë lash sportin, edhe sa vjen dhe rritesh, kupton domethënë që fiziku jot I ndryshon, regjimi jot I ndryshon dhe gjithmonë më kujtohet sporti, pasi kam shumë miq të afërt dhe të ngushtë që kanë moshën time dhe mund të jenë më të rritur dhe kanë linjat fizike shumë më të mira se unë dhe këtu më vjen, nuk më vjen inat, po më vjen thjesht e kam me veten time, kupton që pse munda, pse lash, pse nuk e vazhdova, pse e mbylla me kaq. Dhe kjo më vjen çik. Po në adoleshencë diçka tjetër që ndoshta realizua ndonjë labirint tjetër përveç sportit. Mund të them labirint I mamit që mund ta ketë pasur, ka pas gjithmonë qef që unë të bëhem mjek ose të bëhem doktor, po. Ja bëra qefin, mbarova shkollën e fizioterapisë, sepse kam dy, kam menaxhimin e sportit, kam dhe fizioterapin, e përfundova, po nuk e kam praktikuar kur dhe nuk e kam ndjekur kur si diçka, si punë, sepse nuk e kam pasion. A mendon që prindi duhet ndikojë të zgjedhjet e fëmijës, meqense jemi këtu tek mendoj që mund të jetë prindi mund të ketë këshilla të mira, mund të ketë mendime të mira, por gjithmonë secili nxjerr vetë rrugën e vet se çfarë do të ndjekë. Domthonë unë të dyja shkollat, unë të dyja shkollat që kam përfunduar, asnjëra as tjetër nuk po e praktikoj. Domthonë nga drejtor artistik që kam përfunduar menaxhim sporti dhe fizioterapi, nuk lidhen fare asnjëra me tjetrën. Okej, sporti me fizioterapinë lidhen, po drejtor artistik nuk lidhet fare. Pra zgjedhja prindit nuk rezultoi këtë herë. Në këtë rast nuk rezultoi. Është suksesshme. I vetëm dëshirë që ka qenë familja ka qenë sporti. Pasi babi ka qenë peshngritës me ekipin e Dinamos, ka qenë me kombëtaren, mami ka qenë volejbolliste me Skënderbeun, domethënë halla ka qenë atlete me Skënderbeun, kështu që I bie që trashëgimi nga familja kam sportin. Po pjesën e artit dhe pjesën e jetës natës nuk ka lidhje fare, I kam të mia. Denisa, labirintet na I tha, çfarë kurioziteti ke për Xhanin? Do isha shumë kurioze të dija në fakt, duke pasur parasysh të gjithë karrierën shumë të gjatë të Xhanit që njihet tashmë si menaxher I famshëm I të gjithë artistëve shqiptar, dhe është pikërisht Xhani ai që fshihet dhe pas sukseseve të tyre, çfarë ne shohim. Kjo realisht unë nuk fshihem mbrapa sukseseve, sepse unë pjesa më e madhe artistëve që bashkëpunoj janë suksesshëm,
Domethënë me pak fjalë unë jam një person i urlidhës ose një ndihmës shumë e madhe për artistët në pjesën e bashkëpunimit të midis klubit dhe artistit. Domethënë i bie që do ta sqaroj saktësisht këtë gjë. Po, ta lova sepse gjithmonë nga që dhe mua më ka pëlqyer ideja kur thon menaxheri VIP-ave, por unë nuk kam specifikisht asnjë artist në menaxhim. Domethënë thjesht kam marrë shumë të mira me të gjithë. A mendon të hapësh një shtëpi produksioni një ditë sepse mungon në Shqipëri në fakt një mirë filli? E kam menduar dhe biles kjo ka qenë një propozim që mua më është bërë nga Irken Syka, që të kemi një lloj bashkëpunimi që ne të hapim një shtëpi diskografike ku meqense Irken është producent, është kompozitor, është artist shumë i mirë, menduam që të thithim talente të rinj që të deportojmë në tregun shqiptar. E kemi menduar të pjesë, e kemi startuar, e kemi lën pauzë, e kemi menduar, e diskutojmë prapë, e nisim prapë deri diku, ngecim prapë. Nuk e kuptoj ku është pjesa që na ngec, por kam kuptuar që ngarkesa ime e punës me klubin, dhe duke parasysh ngarkesat të mëdha që ka Irkenci me pjesën e performancave të veta, kjo tregon domosdoshmë që ne akoma nuk po stabilizohem që të bëjmë diçka këtë hap, sepse shumë qefe kam. Por që për momentin do ta them këtë që kam menduar një plan tjetër pune, që është i finalizuar në fakt. Nuk e kam është e parë që ja them, nuk kam treguar, por faleminderit që thua për ne. Në emision është e parë sepse unë e kanë marrë vesh njerëzit, domethënë që e kam reklamuar për çfarë bëhet fjalë. Ka problem, ne biles do të mbështesim nëse ke nevojë. Okej, po e them, mbase e kanë parë disa dhe mbase nuk e kanë parë, unë kam hapur për herë të parë domethënë janë skaf gomone që janë për Rivierën e Jugut, për të bërë publicitet mbase Shqipërisë, domethënë më shumë pjesë së Jugut, domethënë çfarë njerëz që kanë dëshirë që të vizitojnë pelat më të bukur, për shembull Krorës, Kakome, Ishullin Tongo apo pjesën e Rivierës më të bukur të ashtu. Unë kam ofruar gomone ose skaf që janë skaf gomone, se nuk s'ta quaj, boat dhe për të vizituar tani lejet nga Ministria Rendit janë të gjitha. Nga Ministria ka gjitha, sepse të futesh në patjetër. Dhe ideja që e kam menduar si ide, kjo është larg asaj gjë që unë bëj që ndjek, domethënë që nuk prap nuk ka lidhje as me fizioterapin, as me sportin, as me menaxhimin, kjo ka të bëjë me një biznes tjetër që ka të bëjë me ujin dhe me detin. Gjani ti je njëri shumë i dashur dhe unë kam ardhur 2-3 herë në aktivitetet e tua të darkave në Tiranë. Tani që jeni kryesisht e gjithë vera, se jemi në zemrën e verës, ndonë se ne jemi veshur pak trash të dyja se ne naftofin kondicioneret. Mua dhe Denisën. Kush janë, ne jemi tek labirinti është një trio që sistemi nervor, hormonal dhe shtylla kurrizore që janë 3 elementë që mbajnë në këmbë jetën e njeriut. Sa po e them prapë kështu. Kush janë tre labirinthe të artistëve që ti s'ke arritur akoma ti zbërthesh. Pra, ku qëndron ngërshi një artisti e përmbledhur në 3 pika? Një mund të them është ana emocionale, pra që nuk mund ta zbërthej kurrë sepse asnjë nuk mund të di se si mund të ndodhen ose se mund të gjenden ose se si kanë anën emocionale. Nuk mund të zbuloj dot mendimet e brendshme që mund të kenë mendimet e brendshme, s'mund ta quaj labirint, po dhe mund ta quaj. Domethënë janë disa gjëra specifike, për shembull përveç emocioneve, është që nuk dim drejtimin ose nuk mund të di vizionin që këta kanë një ndroj për të shfaqur ashtu siç janë. Këtë do të dhe, se kjo fjalë nuk po më vinte. Domethënë pjesa e ndrojtjes në disa artistë e verë, domethënë që nuk e kuptoj pse i kufizon dhe nuk e kuptoj pse i tremen. Kam kuptuar që shumë artistë, sidomos artistë të rinj ose artistët që janë pothuajse në disa hapa, kanë një lloj frike shumë të madhe ndaj artistëve që janë big. Për arsye sepse mendojnë se mund t'i pengojnë, mund t'i bllokojnë, mund t'i neglizhojnë. Kjo vjen si mos vetbesim të vetë atyre, dhe kam parasysh që këta artistë që janë big duan të suportojnë artistë të rinj dhe nuk duan të ngecin të artistë, sepse do vi një moment që edhe këta do pauzojnë dhe do largohen nga kjo pjesë, sepse nuk do jenë pa vlefshëm, por gjithsesi kam përshtypjen që këta artistë. Denisa, një pyetje goditse tani. Unë do doja të dija, a ka pasur ndonjë moment gjatë gjithë karrierës tënde deri më sot që ke menduar të bësh një pauzë, një stop të kësaj eksperience, pasi dim fare mirë që jeta natës është shumë dinamike, orët e vona pa gjumë, ambientet edhe shumë muzikë të lartë, ndoshta edhe udhëtimet shumë të shpeshta. A ka pasur një moment kritik? Gjithmonë e mendoj, domethënë tani jam në fillimin e sezonit të verës, edhe ndodhem në Sarandë,
në moment që përfundon sezoni i verës, mund të them vjen maj të hundës dhe dua ta le. Nuk dua të merrem më sepse ka shumë ngarkesë, ka shumë presion. Je pothuajse natë për natë ti me organizim, me ide, me zhurmë, duhet merresh, duhet merresh me shumë gjëra artistike që i përkasin si në marketing apo në pjesën e paraqitjes që njerëzit të kënaqen të kalojnë mirë, po duhet merresh edhe me njerëzit që dehen dhe që kanë mendime të ndryshme dhe pyetje të ndryshme, që ti domethënë në orën 3-4 të mëngjesit që ti je në kulmin e lodhjes tënde, ty të vinë sa pyetje idiote mund ta quaj këton, që njerëzit nuk e kuptojnë se sa e vështirë është për ne, që rrim natë për natë pa gjumë dhe rrim natë për natë duke u marrë me shumë lloj gjërash që njerëzit kënaqen dhe neve nuk kënaqemi dhe sa vite ke gjithsej që merresh me këtë gjë? Domethënë me klubet e natës kam rreth 10 vjet, po total bashkë me bashkëpunimin me artistët janë diku te 16-17 vjet. Domethënë shumë. Ja, shumë. Dhe po pse s'ke menduar për shembull të hapësh një festival tëndin, pikërisht me këtë me një tjetër muzikore. Dua të jemi sinqert, unë nuk i kam mundësitë që të krijoj një festival, sepse do të ardhura shumë të mëdha. Po, patjetër, që të kesh të hapësh festivale të mëdha, duhet të kesh ardhura shumë të mëdha, duhet të kesh lidhje shumë të forta, duhet të kesh njohje shumë të mira, domethënë që ti të marrësh atë lejen, që ti të bësh një aktivitet, jo çdo kush mund ta besojë dhe jo çdo kush mund të jap të drejtën, por gjithsesi jam në bashkëpunim me njerëz specifik që merren me gjëra shumë të mëdha, që unë mund të them që mund të kem rolin kryesor, mund të jem personazhi kryesor për pjesën e organizimit të këtyre festivaleve. 5 artista që ta kanë sjellë më të hundës sepse çmimet i kanë në qiell dhe realiteti shqiptar është ndryshe? Realisht janë ca gjëra specifike. Sinqerisht nuk ka, sepse nëse një artist ka si pedagoge kam student që ma sjell më të hundës dhe ja them ndonjëherë që ti ma ke sjellur më të hundës. Mund të them që kam punëtor që ma sjellin më të hundës, po. Por jo artist. Po me artistët domethënë sa i ftojmë dhe sa na justifikojnë, i bie që jemi të kënaqur. Domethënë në moment që nuk do ta ftonim një artist, i bie që ne nuk kemi. Po tregosh i moderuar, po i llaston nga pak, nuk po na jep në lajm. Jo, ideja është që sinqerisht, domethënë nëse do ishte një artist që ne nuk na përputhet ose nuk kemi qejf ta ftojmë apo nuk na plotson ato gjëra që duam, nuk do ta ftonim, jo. Po në moment që ne e ftojmë disa herë dhe në moment që një artist e ka çmimin e lartë dhe ne e ftojmë mbi 5-6 herë, ke bie që ne ke një ekip të madh rreth vetes, sepse unë përgjithsisht punoj me ekip. Dhe pa ekip funksionoj dot. Mund të kem rreth 5-6 persona që kam rreth vetes, që i përkasin fusha të ndryshme në pjesën e menaxhimit. Dikush është menaxhim bari, dikush është menaxhim kamarier stafi, dikush është menaxhim teknik, dikush është menaxhim organizativ. Domethënë janë disa njerëz specifik që ne kur mblidhemi 5-6 vet diskutojmë, analizojmë dhe japim drejtim. Deri tani kemi pasur shumë sukses. Për arsye sepse në Tiranë është klubi i tretë që ndryshoi brenda 10 vitesh dhe është klubi i tretë që ne brenda 2 vitesh kemi kryer sukses të madh. Duke folur për jetën mes artit, muzikës, cilat janë pasionet e Xhanit? Që ndoshta nuk i ke plotësuar akoma. Domethënë, pasion, nuk e di si mund ta quaj, po unë po e them më troç, një gjë që është deri tani është që duhet të krijoj familje. Është një gjë që kjo është kam ardhur në një pikë, domethënë që gjithë pjesa më e madhe e njerëzve që më rrethojnë që janë moshën time janë krijuar familjar. Si herë nuk kisha dëgjuar një djalë të moshës tënde, një ndër pasionet që ka ngelur më pëlqeu realizuar është ndërtoj familjen. Patjetër që po, sepse koha ikën, mosha ikën. Dhe sa mirë që e the. Dhe ideja është që un jam, domethënë i kam bërë 34 vjeç para 5 qershor, para disa ditësh. Dhe ideja është që ikën koha, domethënë duhet edhe unë, pavarësisht se gjithmonë kam pasur ëndër dhe qejf që të arri majën e asaj pune ku unë do të jem, por kam përshtypjen që në kjo punë ku jam e kam arritur. Do të realizosh jetën tënde me familjen. Kush është një pasion i yt? Një pasion tjetër është që dua të krijoj ose dua të kem më vonë ose të jem pedagog në universitetin e sporteve, ose dua të krijoj një ekip sportiv, pasi kam shumë qejf sportin dhe dua që edhe të rinjt dhe talentet e reja ose fëmijët e rinj nuk dua që t'i shoh më në rrjetet sociale, po kam qejf që të fokusojmë pas sportit, pasi në kohën kur kam qenë vet e kishim mendje vetëm sport. Mbase koça ka traditë, unë jam nga koça me origjinë, por që në Tiranë mungojnë shumë lëret. Unë dhe tani që jam 34 vjeç, duam me shoqin të aktivizohemi. Nuk kishte mesazh më të bukur për ta përmbyllur pjesën e tretë të podcast Labirint në Tru dhe 3 muaj të këtij edicioni, se sa prindër të dashur orientojeni fëmijët dhe adoleshentët drejt sportit.
Dhe është gjëja më e mirë. Ai do të largoj nga droga, nga duhani, nga Çdo vesët, gjë. nga Domthon, unë sot nuk konsumoj. Sepse ky podcast këtë qëllim ka pasur, Unë që sot ne t'japim mesazhe. Nuk e di beson njëri apo jo, unë nuk konsumoj cigare, nuk pi kafe, nuk e Mendoj që konsumoj je edhe në alkoolin, jetën e natës, shumë rrallë, nuk pi pjetë energjike, nuk pi gjëra të gazuara, domethënë vetëm thjesht këto më kanë ardhur nga sporti dhe jam një person që mund të quhem edhe vegetarian pasi konsumoj vetëm mishin e pulës, asnjë lloj mishi tjetër. Kjo më ka ardhur po prap nga pjesa e sportit. Pra ne shohim një Xhani krejt të disiplinuar kundrejt një jete shumë të shëndetshme. Jam komplet ndryshe. Mesazh i vjetër për ne që dhe 100% shëndetshme mbase nuk e kam, sepse jam dhe një jetë e natës, gjë që jeta e natës të shkatron. Por që je shumë i vetëdijshëm dhe shumë i saktë në stilin e jetës. Edhe pse gjithë mund të mendojnë ndryshe sepse shohin jetën e rrjeteve sociale shumë të zhurshme, po. Ne kemi një dhuratë për Xhanin, të cilën do ja dorëzoj Denisa. Enzo Atini, si gjithmonë, na surprizon me një dhuratë speciale për Xhanin. Kishe si ndodhet ndryshe? Do më fiks për sezonin e verës, sepse unë për momentin dhe fortash se kam marrë tash si nuk kam marrë dhe më ishin thyer syzet. Kështu që faleminderit Enzo Atini. Unë po e hap, Enzo Atini gjithmonë i ka shumë të mira këto. I kam parë edhe në për reklam. Ne na mbështet Enzo Atini, kështu që faleminderit Enzo Atini, faleminderit Top Albania Radio. Siç i mbajmë. Kemi shumë falënderime në fakt për të bërë Joy. Po ti ka gjetë fiks, a? Fiks domethënë po ne japim portretet, pastaj zgjedhim. Faleminderit që ishe në podcast Labirint në Tru. Shumë faleminderit juve dhe uroj dhe shpresoj që së shpejti të kem dhe Oriola Marashin të ftuar në klubet ku unë punoj. Ta shohim. Do jetë patjetër. Denisa, për ta përmbyllur me disa falënderime. Joy erdhëm shumë shpejt. Kush më bukur se ti mund t'i thot? Faleminderit. E dashura ime Joy, fillimisht dua të them faleminderit që ishe program me në këtë rrugëtim dhe më bëre ftesë të bënim këtë eksperiencë së bashku. Faktikisht ishte një eksperiencë unike, fantastike, të punosh me ty është shumë kënaqësi, do këtë e them gjithmonë. Do të falenderojmë gjithashtu një staf të mrekullueshëm që ka qenë pas ne, që na kanë asistuar dhe ndihmuar në çdo gjë dhe kanë kontribuar në mënyrë fantastike që podcasti të funksionojë në mënyrë perfekte. Denisa kanë qenë 2 edicione, ky ka qenë edicioni i dytë dhe unë e them me plot bindje pa thënë shumë fjalë, sepse ne shkencave eksakte kemi shkurt qartë prerë, ti ishe qershia mbitort. Falenderoj shumë Joy. Podcast Labirint në Tru. Jam shumë e lumtur pasi në podcast Labirint në Tru kemi munduar të përçojmë vlera, të trajtojmë tema dhe problematika aktuale të shoqërisë ku jetojmë, për adoleshentët, për të rinjt, për gratë në nevojë, për prindërit, pra për të gjithë hierarkinë e shoqërisë. Prandaj dhe kemi ftuar miq le personazh shumë interesant, shumë të spikator, të cilët kanë dhënë dhe kontributin e tyre, specialistë të fushave dhe problematikave që ne kemi dashur të trajtojmë. Pra kemi ftuar mjek, psikolog, sociolog, gjyqtar, avokat, jurist, çdo gjë tjetër, çfarë mund të them. Gjithçka kishte podcast Labirint në Tru dhe siç e thash, faleminderit Xhani, faleminderit Enzo Atini, faleminderit Magniflex, faleminderit Banner Prefab, faleminderit pra Enzo Atini që ka qenë sponsori ynë general kryesor. Do rikthehemi në vjesht me podcast Labirint në Tru 3. Ta shohim kush do jetë bashkëprezantuesja.